Unë dola nga provat të një shfaqje që kishim duke e përgadit, në fajën e Teatrin e Gjakovës. Po, ula me pini kafe dhe kalon zoti Kurti me hapa shpejt. Dhe unë dalë e thirrje, thras, sepse kisha konsiderat për to. Njëri që ka qenë burg, i lëvizje studentore, djalë inteligjent, kauzat e tij ngllojshin të mira, sepse nuk disha me mendu që do besueshme. Ka njeri aq të ri e aq mashtrues. Unë nuk kam ditë me mendu që ka njerëz që janë të rekrutum. Tash e kthej kokën mrapa, ky ka qenë rekrutum herët para asaj. Sepse e kthej kokën mrapa dhe të fotografia ikonike e tij. E kam përmendur edhe dikun tjetër. Nëse ju kujtohet, kur kordoni me 1 tetor 97. Ndalemi këtu, për Gjakovë ishim të punë. E thira me pi kafe në tavolinë, erdhi. Bisedum gjatë. Pim kafe, janë nënshkrova peticionin, se në atë kohë janë këtë njerëz me dy autobusa njerëz që me peticionin në çdo qytet të Kosovës. Peticionet ka qenë për kundër UNMIK-ut. Ishte kundër UNMIK-ut, ka pas kundër regjistrimit popullsisë nga OSBE-ja, ka pas kundër pranimit pakos atisarit me avane tjera, po gjithçka kundër të çdo të arritur në Kosovë, po në atë kohë ka ditë me masku mirë sa ty më të duk si ka diçka të drejtë. Edhe të paktën se kemi kundërshtu, edhe moralisht janë një keq, po ja nënshkruaj atë peticion dhe e kam nënshkruar. Edhe në atë kohën personalisht kam qenë i papërcaktuar politikisht për faktin se isha tepër idealist, doja të jemi të gjithëve. Kam vepruar para luftën LDK, pastaj si ushtarak jam larguar prej LDK-s më një herë pas mbarimit të luftës, se nuk uniformë dhe politik nuk shkojnë. Edhe mas jam larguar nga TMK, s'kam dashur të kyqem në asnjë parti politike deri në vitin 2004 kur kam hyrë emocionalisht në aleancë. Kam hyrë emocionalisht se është marrë Mush Haradinaj në Hag, kam konsideruar që ka qenë veprim i padrejt, s'kam ditë çka më ndihmu më shumë dhe kam thonë, "Ok, po shkoj aty. Të bëj çka të muj me ndihmu këtë njerëz sepse mjaftonte me kuptuar se njeriu kishte varrosh vëllezërit e vet me durët e veta për lirinë e Kosovës." Po kur e takuat zotin Kurti, pra te Teatri i Gjakovës, keni bisedu me ta. Çka patë zoti Kurti asë kohë? E kam të vështirë tash të kthehem 25-6 vite mrapa atje në bisedat në tavolinë, po sigurisht bisedat e tij kanë qenë çysh më organizu, çysh më rrit lëvizjen e vet. Çysh nuk do të bëhet parti politike, do të thotë kjo ka qenë refreni i tij se nuk do të bëhen parti politike, me i bin të tjerët që ne po luftojmë, po punojmë për vendin, për kombin, s'na intereson politika, s'na intereson pushteti, s'na intereson karrika. Dhe ishte bin se tash edhe kam qenë gjenerat e re, nuk ka qenë. Pastaj idealistit e prum mashtrohesh lehtë, mendon që ajo është zoti Kurti, e protestave studentore, e kanë rre policia, ka qenë burg. E gjete për një moment atë udhëhesin tonë shpirtënor aty? Gati ashtu sepse i papërcaktuar politikisht, idealistit e prum, duke sikur kishte të drejtë, nuk i mungonte oratoria, faktet, argumentet e tij krejt falso, po që për një moment të shihste si të vërteta dhe po, gati këtë drejt, po. Kur filluat dyshoni tek ai? Sepse përmendet një gjë që është goxha e rëndësishme, është e rëndë dhe natyrisht duhet me argumentu pak. Thatë rekrutimi i tij. Po. Kur filluat të dyshoni? Kam filluar me dyshu të ai prej momentit kur ai nuk del me festu pavarësinë e Kosovës.